Një postim i vetëm mjaftoi për të ndezur rrjetin. Në një Instastori të papritur. Learta Jakupi ka dhënë një sinjal të fortë për një zhvillim të ri në jetën e saj profesionale dhe fansat nuk po ndalen se komentuari. Reja e këngëtares së njohur Shirete Behluli, Learta Jakupi, vazhdon të jetë një nga emrat më të komentuar në rrjetet sociale, jo vetëm për jetën e saj personale, por edhe për sukseset në biznes. Së fundmi, ajo ka tërhequr vëmendjen me një Instastori që nuk kaloi pa u vënë re. Në këtë postim, Learta ka shpërndar një njoftim nga brendi i saj Mia Mati, duke bërë të ditur se është hapur një konkurs pune për pozitën shitse. Ky njoftim tregon qartë se biznesi i saj është në rritje dhe po kërkon të zgjerojë ekipin, një tregues i fortë i suksesit që ajo ka arritur ndër vite. Në përshkrim theksohet se kërkohet përvojë pune, ndërsa të gjitha të interesuarat mund të aplikojnë duke kontaktuar në numrin e dhënë. Ajo që bie në sy është mënyra profesionale dhe e drejtpërdrejtë me të cilën Learta Jakupi po menaxhon dhe zhvillon biznesin e saj, duke u kthyer në një shembull frymëzues për shumë vajza të reja. Ndjekësit kanë reaguar menjëherë duke e përgëzuar për këtë hap dhe duke e vlerësuar për kushtimin e saj në ndërtimin e një brendi të qëndrueshëm dhe të suksesshëm. Nuk ka dyshim se çdo lëvizje e Learta Jakupi ndiqet me interes të madh, sidomos duke qenë pjesë e familjes së Shirete Behluli. Me këtë hap të ri, ajo po dëshmon edhe një herë se është shumë më tepër se një emër i njohur, është një grua që po ndërton suksesin e saj dita ditës.